Tregohet se një herë e një kohë, në Egjiptin e lashtë, jetonte një burr i verbër, por shumë i zgjuar, i ditur dhe i mençur. Ai jetonte i qetë dhe në paqe në shtëpinë e tij të bukur, pas të cilës ishte edhe një bahçe me pemë. Një ditë, i verbri merr pasuritë që kishte mbledhur dhe del në bahçen e tij të bukur dhe plot pemë. Ai ulet pranë një peme që e pëlqente shumë dhe tek trungu i saj fillon të gërmojë. Pasi hapi një grop të konsiderueshme, ai groposi florintjet e tij dhe u largua. Pasi kishin kaluar disa muaj, i verbëri shkon tek pema e tij e preferuar dhe gërmon tek vendi ku kishte fshehur florint, por nuk i gjen aty. Dikush e kishte vënë re dhe ja kishte marrë. Kush mund të ishte ky person? Pasi u mendua gjere gjatë, me vete tha: nuk ka kush të jetë tjetër përveç fëqinjit tim delengji dhe mashtrues. Ai mund të më ketë vënë re teksa i groposja florint dhe pasi jam larguar, ka ardhur dhe i ka marrë. Ai u nis për tek shtëpia e fëqinjit të tij mashtrues dhe të ligë, dhe pasi e përshëndeti, i tha: o fëqinji im, kam ardhur për një hall dhe dua këshillën tënde. Fëqinji i tij drejtoi trupin dhe pasi shtrëngoi qafën sa djahtas majtas, i tha: më pyet çfarë të duash, se nuk do të gjesh këshill më të sinqert se ajo e fëqinjit tënd. I verbri mençur i tha: sot kam fituar para të madhe, kush e di sa monedha floriri janë. Dua të marr mendimin tënd nëse duhet t'ja jap një personi të besës që të mi ruaj apo t'i fsheh diku në bahçen time. Fëqinji mashtrues dhe hajdut tundi kokën dhe me vete mendoi: ky do t'i gropos në të njëjtin vend ku groposi florint e parë që ja vodha unë. Pastaj i tha: jo fëqinji im i mirë, t'ja japësh florint një personi tjetër është diçka e rrezikshme me këto kohë që jetojmë. Më mirë groposi tek bahçaja jote, në një vend që vetëm ti e di. Kështu i ke më të sigurta florint. Pasi i verbri e falemberoi për këtë këshill të sinqert, i tha: ke të drejtë, nesër do ta gropos në bahçen time, bashkë me florint e tjerë. Pasi i verbëri u largua, fëqinji hajdut kaloi gardhin dhe pasi hyri në bahçen e të verbërit, i ktheu të gjitha florint që i kishte vjedhur, duke i groposur në të njëjtin vend. Teksa i groposte në tokë, u thoshte florinjve: nesër do t'u marr sërish, por mos u bëni merak, madje do të jeni në shoqërinë e shumë verdhushkave të tjera. Pasi doli sërish jashtë, priti gjatë derisa i verbëri të kthehej tek vendi dhe të groposte verdhushkat e tjera. I verbëri vajti tek pema dhe pasi gërmoi tek vendi i duhur, i mori florint dhe u largua. Nga ana e tij, fëqinji hajdut i ndiqte të gjitha lëvizjet e tij, por mendonte se shtoi dhe florinte sapo fituara. Natën vonë, ai hyri në bahçen e të verbërit dhe shkoi tek pema i egzaltuar për fatin që e priste. Por, nuk gjeti veç se një grop boshe dhe një letër në të cilën shkruaj: kushdo që me mençuri dhe urtësi mendon, një delengji dhe hajdut kur dot se mashtron.